Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin kushtuar rapsodëve të trojës shqiptare, sadopak me biografitë e tyre. Kësaj radhe po e shfletojmë biografinë për të madhin, të pavdekshmin, mbretin e këngëve kreshnike dhe krahinave, i cili tër jetën u akushtoi këtyre këngëve, këtij zhanri të muzikës tonë të mirëfet shqipe me lahut, po edhe me instrumente tjera tradicionale. Pra, ky është Sef Mleqani. Shikues të nderuar, Sef Mleqani lindi në vitin 1918 dhe ndroi jetë në vitin 1976. Ishte dhe mbetet një ndër rapsodët me karakteristikë të këngëve të tija të shquara, sidomos këngëve kreshnike, të cilat i këndoi në mënyrë artistike. Pra, shikues të nderuar, Sef Mleqani u lind në vitin 1918 në fshatin Mleqan të Llapushës, komuna e Malishevës. Rapsodi popullor Sef Mleqani, njohur dhe si Sef Brahim Gashi, ishte njëri nga rapsodët më të njohur dhe interpretues i dalluar i këngëve folklorike e veçanërisht i këngëve kreshnike, që tash jemi duke dëgjuar këngën nga Sef Mleqani, të cilën këngë produksioni Shqiponia Muzik e ka transmetuar këtë këngë të bukur të kënduar nga Sef Mleqani. Pra, kjo këngë titullohet Nikol Bajraktari. Veçanërisht ishte interpretues i këngëve kreshnike që e dallonte nga rapsodët tjerë të asaj periudhe, i cili edhe më vonë mbeti i pazaventësueshëm. Shkollën fillore kreu në Kijev në gjuhën serbokroate, atë kohë ishte vetëm në këtë gjuhë i ati Sefës, Brahim Uk Savrova, këndonte këngë malsorçe, por ishte edhe interpretues i mirë me qifteli. Nga jati Sefa mori idenë dhe udhëzimet e para rapsodike, këndoi që nga mosha rinore, si të vetmi djalë që i kishte babai, e mori me vete në për Oda, ku pati mundësi të njihi me rapsodë burrat e urtë e adëtar të asaj kohe. Sef Mleqani, qysh i ri, u brumos me ide patriotike e atë dashurie, si dhe me virtyte të larta njerëzore, besë, bujari, urti, mençuri, virtyte këto të cilat do t'i ruaj, kultivoj dhe do t'i përhap edhe tek të tjerë, nga do e kudo gjatë gjithë jetës së tij. Sef Mleqani mbeti herët pa prindër, po thuajse i vetmuar,
sepse vlla nuk kishte vetëm një motër të martuar. Zoti adhuroi një zë të jashtëzakonshëm dhe talent të rrallë për këndim. Prandaj ju përkushtua këngës të cilën e deshi shumë dhe e rujti e nuk ju nda kur një herë deri në vdekje. Duke kënduar në shumë darsma egzime familjare, po thuaj në të gjitha trojës shqiptare, një kohë të gjatë pa kurfar kompenzimesh. Kudo që kishte marrë pjesë, të gjithë të pranishmit ndaheshin të kënaqur sepse çdo tubim e bënte madhështor, jo vetëm me këngë, por edhe me sjellje e qëndrim njerëzor e burrëror. Repertuari i këngëve të tij ishte shumë i pasur dhe larmishëm. Ai dinte dhe këndonte shumë këngë të gjinive të ndryshme, epike, lirike, të darsmave, të gurbetit të tjera, por ishte i pakrahasueshëm për interpretimin e këngëve krishtlike krahinave. Të gjitha këngëve u jep të shpirt Sefneqani, por kur këndonte këngë krishtnike, thelloje aq shumë dhe i përjetonte ato, sa që dëgjuesve u asilte parasyve skenat e atyre betejave e luftrave. I këndonte në mënyrë artistike pra. I përshkruante personazhet aq bukur sa që të bënte të mendosh se vetë ai ishte pjesëmarrës i atyre luftimeve. Shikues të nderuar, me anë të përjetimit të thellë që i bënte ngjarjes, me ngritjen dhe uljen e zërit të bënte të përjetosh ngjarjen sikur është duke ndodhur në ato momente dhe në atë vend. Pra jemi duke dëgjuar zërin e të pavdekshmit, i cili la një bagazh të çmueshëm të këngëve të tija, sidomos ato krishtnike, që këto të përcillen edhe në përbreza. Shikues të nderuar, çdo këngë e tij të bënte për vete, të trimronte, të armatoste me virtyte cilësi të larta njerëzore. Ishte artist i lindur për nga natyra dhe interpretimi i tij dhe temperamenti i tij. Kishte talent për shprehjet popullore të nivelit të lartë artistik. Kishte imagjinat të zhvilluar shumë krijuese. Me këngët e Sefneqanit mund t'i gjesh virtytet moral, heroizëm, burrëri, besë, dhe dashuri, vujtje, gëzim, dashuri, pra të gjitha elementet e duara që e karakterizojnë si rapsod të mirëfillt. Nga martesa me Sabere Gashin Hotin, Sefneqani lindën shumë fëmijë: Ymerin, Osmanin, Brahimin, Gjaferin, Ibrahimin, Ismetin, Lumturin, Zelfien, Ismetin, Beqirin, si pas të dhenave biografike. Nga vetë Ibrahim Sefa, natën e martesës ishte lutur Sefneqani: O Zot, falmi 9 fëmijë që 6 t'i adhuroj atë dheut. Dhe vërtet ndodhi që i biri i Sefneqanit, Beqir Sefgashi, u bë pjesë e lirisë së dheut me këngë e me pushk. Me shpirt e me gjak, ju përkushtua lirisë e vendit dhe ra dëshmor në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës në vitin 1998.
Shef Mleqani me mjaft mundime e sakrifisa e me kushtet e vështira ekonomike I rriti fëmijët e tij, me shpresë se një ditë ata do t'i bëhen krah e do t'a ndihmojnë me punë e me këngë. Fëmijët e Shef Mleqanit u rritën të shëndetshëm dhe krijuan një jetë normale, gjë që Shefin e lumturonte dhe ndjej krenar me të bijtë e tij. Por, fatkeqësisht, një smundje e rëndë për një kohë të shkurtër ja mori jetën Shef Mleqanit në moshën 57 vjeçar. Ai ka lënë një zbrazti mjaft të madhe në folklorin ton kombëtar. E pikëllim në familje, shok e dashamir, miq e adhurues të këngës dhe të zërit të tij. Një pjesë e vogël e repertoarit të këngëve të tij kanë mbetur të regjistruara në audiokaseta e që edhe sot asoj dite dëgjohen me ëndjen nga adhuruesit e këngës së tij e të folklorit në përgjithësi. Shikues të nderuar, shumë rapsod kanë marrë këngë prej tij, përpiqen dhe kanë dëshirë të emitojnë Shef Mleqanin. Pas vdekjes së tij, disa nga këngëtarët e kanë përjetësuar në këngë. Ndër të parët është Hamz Llapçeva, që I kushtoi këngë dhe poeti I njohur Adem Gashi I kushtoi poezi dhe tash këngëtari, shkrimtari e krijuesi Shaban Bakshi, I cili u interesua edhe për biografinë e të madhit rapsod I këngëve kreshnike, pra për Shef Mleqanin. Me studimin e këngëve të tij janë marrë edhe etnomuzikologët tanë. Teksti I këngëve, sidomos I atyre kreshnike, zëri, këndimi, përjetimi I tyre gjatë këndimit nga I madhi dhe I pavdekshmi Shef Mleqani do të përcillet brez pas brezi e djal pas djali, në mbar treva shqiptare ku folë shqip, mendohet shqiptarisht, sepse këngët e tia, veprat e tia, kultura e tia, sjelljet e tia, burrore, njerëzore, adetare, nuk harrohen kur një herë. Pra, shikues të nderuar, pas veti la bagazhin e shmueshëm të këngëve të tia kreshnike, rapsodike, që ne do t'i përcjellim mundësisht edhe mundemi në përbreza. Juve faleminderit që na ndoqët duke shfletuar biografinë e rapsodit e këngëve kreshnike Shef Mleqanit. Pra, shikues të nderuar, kjo ishte një biografi e shkurtër, sepse për Shef Mleqanin, po edhe të bitë e Shef Mleqanit, kem çka shkruajmë, kem çka thojmë, kem çka lexojmë, kem edhe çka këndojmë për ta, sepse ishin dhe mbeten një trung familjar për folklorin mbar shqiptar, pra Shef Mleqani me të bit e vet. Shikues të nderuar, ju faleminderit që na ndoqët dhe do t'jemi gjithnjë na me juve, sigurisht edhe jo me neve, sepse rapsodet e troju shqiptare të cilat lanë gjurmë në folkloristikën tonë, duhet gjithnjë së bashku ne t'i kujtojmë, mos t'i harrojmë, dhe instrumentet e tyre duhet të jenë në Muzeun e Republikës Kosovës, duhet të jenë në për muzeet e komunave të Kosovës,
sepse këta kur njëherë nuk prituan për neve për të na argëtuar. Ju falimderit që në ndoqët. Do të jemi përsëri në emisione tjera duke vazhduar për rapsëdet e trojeve shqiptare. Juve ju falimderit.